se që bashkimit Evropian nuk kanë munguar që nga 10 shkurti, mundë me thonë, tani më është të qartë pas kësaj vonese, duke që edhe bashkimi Evropian ka hup durimin, sepse në njërën anë ka presion për rifillimin e negociatave, në anën tjetër nuk kanë me kënd bisedojnë. Po ja, ka humbur durimin, thoni. Po duke që ka humbur durimin edhe kjo mendoj që është edhe një prej arsyeve që zonja Kallas ishte shumë e qartë, ishte shumë strikte, në mënyrë mesazhi ke shumë i qartë, që ata do duhej që t'i lanë interesat e ngushta dhe prioritet do duhej ta kenë konstituimin e institucioneve vitale të Kosovës, të cilat pastaj do të ishin në gjendje që të merrnin pjesë edhe në negociatat e cilat besoj që Bashkimi Evropian në një tarë më të afërt do tentojë që t'i rifillojë. U përmend dhe heqja, nisja heqjes së masave ndaj Kosovës, po nuk pati diçka të specifikuar. Sot kemi pyetur edhe në Bashkimin Evropian në Bruksel për të na konkretizuar se çfarë masash janë duke u hequr ose cilat janë hequr. Tashmë nuk u konkretizua asgjë as nga Kallas në vizitën e saj, as nga qeveria në dorëheqje. A është megjithatë lajm i mirë edhe pse s'po dim për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Unë ndëgjova dikun që në mënyrë ka filluar heqja e masave, janë 2 masa këtë simbolike të cilat janë tërhequr, nëse mund të them. Kështu mendoj që Bashkimi Evropian është fut vetë në një qorsokak me këto masa, as vetë nuk e ka shumë qartë pse i ka vendosur dhe cili ka qenë qëllimi i vendosjes së tyre. Duket që janë vendosur në një mënyrë shumë klandestine, mund të them kështu përmes emailave, por tash po ka problem mu tërheq, sepse ka duket që ka mos pajtime. O duhet unifikimi krejt spektrit në BE. Krejt antarë duhet të ngrisin dorën. Shka nuk është dashur në fillim, kur janë vendosur, dhe kjo është kogja e pa kuptueshme. Sido që tjetë, kjo është një veprim i mirë, është një simbolik e mirë. Në mënyrë Bashkimi Evropian mendoj që me këtë veprim ka deshur që tregoj që të inkurajoj kosovarët që më në fund vërtet ulen dhe të merren vesh rreth krijimit të institucioneve, sepse vërtet kjo është tepër dhe mendoj që Bashkimi Evropian ngadalë, siç e thash më herët, nuk është i kënaqur me këto veprime të Prishtinës. Po, pse nuk konkretizohen gjërat atëherë? A besoni që edhe qeveria ka mungesë informacioneve të sakta, pse nuk tregohet? Nëse është lajm i mirë, atëherë duhet ketë transparencë të paktën. Fatkeqësisht edhe qeveria dhe Kosova në përgjithësi nuk është duke u marrë shumë me jo vetëm me Bashkimin Evropian, po para së gjithash edhe me administratën e re të presidentit Trump. Ajo është duke u marrë me vetveten dhe kjo është këtë konsekvencë e mos arritjes së një konsenzusi minimal për